Mirëmbrëma të gjithë juve kudo që jeni, mirëmbrëma banor. Po fillojmë emision me plot emocione, emision me plot ndjenja. Emision që ka ndryshuar jetën e shumë familjeve këtu në Kosovë, gjithmonë duke u falendëruar juve donatorë bamirës kudo që jeni. Na ju kemi treguar aktivitetet e shoqatës sonë. Me vite të tëra të i gatu për shumë familje nevojtare. Në kuzhinat tona janë mbi 1200 persona që ushqehen çdo ditë. Është goxha përgjegjësi e madhe. Aty e merr ushqimin ai që jeton veç vet. Aty e merr ushqimin jetimi, dërtlia, hallexhia, borxhlia, fukaraja, nevojtari. Gjithë ata kanë lutje për ne edhe për ju. Çdo ditë që 16 vite që gatuhet për njerëz nevojtarë. Asnjëherë nuk e nal dorën. Asnjëherë nuk that boll se u bon kaq vite. 16 vite, hala asnjë ditë nuk ka që është regjistru s'po kem mundësi me gatu sot, sepse nuk kemi donacion. Falëndërime gjithmonë për ju, donatorë kudo që jeni. Përveç kuzhinës humanitare, aktivitetet tona me pak ushqimore nuk janë dalë asnjëherë. Jo vetëm në Kosovë, edhe jashtë Kosovës, si në Maqedoni, në Shqipëri, në Preshevë, në Mallzi. Është shtëpia të moshuarve këtu 24 orë pa unal punohet me 3 ndrime veç me konë shërbimin e banorëve të këtuhit. Edhe këtu gatuhet, lahet e shpërlahet. Besa edhe qajmë e qeshim bashk, tregojmë rrëfime të njëri tjetrit bashk me ta. Jemi familjarizu bashk me banorët këtu. Është bo rutinë e jetës tonë. Kjo është forma, metoda, mënyra që na e jetojmë çdo ditë. Shumë jem krenar, shumë jem falendërues ndaj Zotit që na ka zgjedhë neve me i prik këtij karvani. Po falendërues edhe ndaj juve që na keni dhënë besimin edhe me donacionet tuaja, po vazhdon kjo shtëpi, besa po bohen edhe shtëpi tjera, janë mbi 2000 familje që kanë marrë qelsat e shtëpive të reja. O, donator, Zotë kërmësor. Historia që po startojmë këtë emision, e kemi zgjedhë njërin për aktiviteteve që i përmena, që ka dhe shumë aktivitete tjera, që na do të shpalosim çdo të premte këtu, diçka të re prej aktiviteteve tona. Është një historie me një vend shumë të varfër të bashkisë së Kukësit. Na kanë thirrë, e na kanë lutë, e na janë drejtu me shkrim, e me kërkesë, kem nevojë për ushqim. Nuk e dia janë 10-12 familje që kanë mbet në zonën ku ka shku stafi jonë me dërgu pako ushqimore. Këto janë pamje që na kanë ardhur nga ky aktivitet. Sot e premte dhe na sapo e kalum kufirin Kosovë-Shqipëri, hymë në zonën e Shqipërisë, jemi në Kukës, përshkojmë në bashkinë e Kukësit, sot aksion humanitar. Zotë i rujtë është përbleft, është e premte, po e nisim me këtë sadak. Aksion i madh humanitar në bashkinë e Kukësit. Zotë i kërmësor. Kryetarë, Zotë i rujtë. Faleminderit. Kjo është aktiviteti i parë pe kur e ke marrë detyrën, shpresim që kena me pas një bashkëpunim. Patjetër, unë e gjej rastin të falenderoj Zotin Halil Kastrati, shoqatën e Hetimat e Ballkanit për gjithë prezencën që ka dhënë në Kukës, jo sot, por në vite, në trojet shqiptare, në Lezhë, në gjithë Shqipërinë. Faleminderit shumë. Unë të mbajsi. Zotit të rujtë. Shumë faleminderit për gjithë kontributin që keni dhënë në
gjatë kësaj kohë. Zotë hyrujt. Na po njekim pa mjetë të shpërnda ndihmat tek familjet nevojtare. Jetohet gjithë qysh, edhe në bjeshk, mes maleve, me vështërsi të ndryshme, mes muja të ndryshme. Inshallah Zoti ja u lehtëson gjithëve, inshallah, ne mundohemi që edhe herave tjera me ju nejt gati këtyre familjeve me të vërtet nevojtar për çdo sen, për çdo gjë. O Zot lehtëso e mos vështirëso. Në emisionin e parë ju kemi informu për projektet që jenë realizu dhe po realizohen projektet mëdha të shoqatës Bamirë së Jetimat të Ballkanit. Shembull, një projekt që është realizu, një projekt që është prej shëriti, një projekt që është inauguru, është qendra kryesore e mjekësisë familjare në qytetin e Mitrovicës. Nuk e gjon një të tillë jo në Kosovë, as në rajon. E na më plot krenari, mburremi në emrin tonë edhe në emër t'juj. Që i kemi prin këti projekti, e kemi nis, edhe e kemi përfundu. E në fund, qelsat e këti projekti komunës Mitrovicës ja kemi dhuru. Është inauguru që KMF-ja në Mitrovicë. Kemi shumë thirrje, shumë mesazhe, halal u koft. Çfarë projekti, më të knaqë syt, i keni dhënë bukuri Mitrovicës, po krejt këto fjalë janë për ju. Unë në emër tim edhe t'juin kam shku, ja kam bon një vizit, pa i lajmëru stafin që punon tani në KMF. Edhe me të vërtet kam bet shumë i knaqur, jo për projektin, se kemi pa dhe kemi përcjell prej fillimi dhe në fund, po i knaqëm me stafin aty, një pritje vllazërore, shpirtërore, nga stafi mjekësor në KMF-n që jesh dhuru komunës së Mitrovicës. Këto janë pamjet e këtij projekti. Përshëndetje, a jeni mirë se jeni? Aleikum salam. Që e keni punë? A jeni mirë? Aleikum salam, se jeni? A jeni mirë, a jeni rahat? Që kaloni? Aleikum salam. A jeni mirë se jeni? Si bu kaloni? Që shpjo do këtë? Por e me? Aja ka vlet ajo? Si jo, që përsi ka vlet? Alhamdulillah, mirë shumë. A mbulëm kapacitetin e qytetit Mitrovicës, po. Nuk e di që ka që KMF në Kosovë më të madhe. S'ka.
Përshëndetje, si jeni? Hajni lodh. Që po kalani? Kontribut i madhe ju, Neve veç për na vjen mirë që na ka zgjedhë Zoti se bep neve mu bo diçka e mirë Mitrovicë. Edhe Mitrovica gëzoshin. Inshallah s'ka nevoj, po është një send që duhet me pas patjetër. Qëtu është laborator analiza blok. Për ndryshe, unë jam shumë falenderuse në emnin tem personal, si me leqëmorina, po edhe në emnin stafit për këtë objekt që na keni dhuru, se me të vërtet kushtet e punës, nëse i krasojna me qendrën e vjetër, dallojnë shumë si dita me natë. Kena kushtet më të mira, nxemje kena, 40 gradu kon temperatura verës, na këto kena nejt krejt, të relaksum, as jena kondirësitun, kena pënu se cili jena mënu me kryat punën e vetë, kuadrët atmosive dhe rrethanave që i kena pas, mirë po me të vërtet kjo është, unë e thomë, adin ti kisha pas 20 vjetë, e me fillu peqi ta që përvojën tem si infermiere, isha knosh. Me të vërtet, kushtet janë shumë të mira, dikush asë në shpe nuk i ka këto kushtet, qëfara i kemna. I gëzojmë jo veç na si Mitrovicë, po krejt Kosovën, se unë e kom punu dhe si koordinatore infermerisë familjare, edhe kom pas rast me shku në përtona qendrat e Kosovës. Edhe besoni që qëto kushtet që i kemna, që tash kërkosh nuk i ka në Kosovë. Sa i përkes ndërtesës, ventilimi i mirë, do me thonë hapësira, ju jeni kun ato të vjetrën, pacientat shpesh herë ka ndodhë, jënë rrugë njëne me tjetërën se s'ka pas qasje, s'ka pas hapësin të mjaftueshme, ndërsa këto i kena, edhe kena pajisje të mira, i kena të reja, i kena funksionale, laboratori funksionan me kapacitetin e plot, ka reagensa, s'ka termine që sa vite nuk kena termine, po edhe pacientat janë shumë të kënaqur. Shumicën e analizave i bojnë këtu të na pas një problem. Faleminderit juve që na keni pru që donacioneve këto, se mase i nevojshëm ka qenë, 8 vite ma herët, gjithmonë janë bu projekte për një që këmë fët rej. Gjithë, edhe që e ka shkru Zotin bashkë që tash më bërë, edhe falenderoj mas pore edhe Zotin dhe juve dhe krejt ata, kush ka ndiku në implementimin e këtij projekti, se është me përpil projekt shumë i mirë. Sa i përket infrastrukturës, është tamam i plotson kushtet është në nivel evropian. Gjitha krejt. Si doktor, hajë mirë rahat. Zoti të rujtë, Zoti ju nderoft. Që kësha në këtë nga servizimin, i paketojnë komo absolutamente të përkora për që. Pamje me të vërtet që ta knaqin zemrën. E nga kjo storje, përshkojmë në komunën e Klinës. Në këtë komunë, storja ka qenë shumë prekse. Ja kam thonë lajmin për shpi këtu në studio, po ndjekim edhe kthejmë në studio. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Krushev, komunë e Klinës. Kemi arë me dërzu qelësat nënës Loke, nënës Gjyli Mustafa. Nëna Gjyl, urdhna? Faleminderit. Allah është përbleft, Allah e një mot. Amen. Shkat të për Allah e vëdharë të mirë. Amen.
Gjyli Mustafa. Me 50 e me lindën. Djali natë jo që tha, e piti një kafe se tjone. I qita kafe në tha dhe me marrë me punu, thash që tu. Tha shani, po vinë tha shokët me një mu, tha shani djali jem. Edhe në shokët e ka njësë punën pej që tu uhit, e dëkta në të pumpa. E ka qelë kanalin. Ate ka thonë shokëve të vetë. Tha shokë, tha të me bajt, tha ka pak dhevën me shiru rrugën, tha ani vlasdim. E murë kolitën, ja 3-4 kolitën i bajti. Më mramja, u zaglavit të traktori. U zaglavit që aty, i ka mirë dura qështu që. Mi traktor, djali, oj, non dish baba, jo mëre, ku shkan nga tina, aj, kaloj jetë atina, e kanë marrë pe i këtu ujit, e kanë qëtë spital. Ate unë ty kate, ty piskate dhe gruja tina, se dy partëmi ka pas. Kur shkum, atje spital gjonë për zgati, dekun. Unë janë njësat që ty kajtë, ty piskat. I mora 2.000 e mi, se unë që ta 2.000 veti kum rritë. Ajo si e hetoj, që i kaloj jetë atë djoli tema ajo dull. Unë e këta thmi kum rritë. Qikën në mujve, djoli një vjetë të gjysë. E tash, që tash i kum që të dojtë e vetë se të rëstimit për rri. Ku me netë, ajo ka zotërës. Plafoni ka zotë, bile këta të komunës janë himrena, kanë po që ka që plafoni i lujtun, zidi qomë tha, në në gjytë tha flej ku të mundur, dhe këta që ta marujmë, gjithka me të maru. Fëmija po tutën me më flejtë këtu. Me shka mi mojtë, joli, jem 2.000. Nuk di shka me bot, tek me bot veç Allahin i hëm. Vetë jem s'fonë për syve, për unazave, për kajtë, të rësemi, të netë jam. Këshi, vjera jeme, gjyshën e rësimit e ka pas ngatë. Per mua, dheke ma madhe s'ka pas ku më shku. Me metën me jetima, marrë kërka jo, qysh me jetu me ata 2 jetima. Allah i ka fuqit madhe. Po tu të zminja këtu, po shkojnë atë rësimi me flej. Dite po rrim këtu kënë herë, atje po flej. Non, a vitë të preziohet tina. Oj, non, tha, në shkaj baba. Shka me bo ljuke. Kaloj jetë atina, shka ke me bo. Ju kom juve. Janë ishte të preziohet të kajtë. Po mërzite kënë herë, po dalin. Të këshit po dalin. Djali ka 14 e qi 14. Pa i po veç, ma shumë t'i pej babe kanë. Në lja baba, unë gjërë më 3 vla, jeni si t'i kajtë. Ka ditë Allahi me marë, e hamdrilla për tina, s'kem ku me shku për të Allahit. Natë ju quva, edhe za gjemin, e piva një kafe për viti. Vetëm një dru pasha emnin e Allahit të kunë. E s'ka pas fort prush, e piva kafe në qika në gjumë. Edhe djali. Dule për jashtë të kohina mrena, për shoflaka në gjysë qyngës. Vesh kër u shkepë në plafon. I ka pasmin dule për jashtë, ju punë, Rustem, oj dritë, Rustem lagjon. Shka një, që tu që me 2.000. Vesh e këshur shaflakët tu kapë. Dikuna,
i thirë këtë këshillin e katunit. Edhe, s'pa që ka me botë, se ra kajtë në plafon. U kallën me dyrë, me prezorë, me këtë që shumit. Atë drita rësimit, tha, hatinit të unë më kanë shumë një cupë, që aty të nejtë metodë. Kam janë gjitë, të ta po ha po pi. S'kam kam janë gjitë. Dytë minja, edhe ta, po këqyrin që s'kem kam janë gjitë. Vla motër janë. Të shamarohet, të sumarohet, nuk e di, vesh një Allah i din. Tinës tyne, se me pata ty kaj të në shka ki. Të ki tinës, po kaj pasha që një Allah. E kërë pash djalin, që më shkoj të prezurja babes vetë. E janë i ty kaj të shka ki, vla, avdi. Kur gjë non, kur gjë, kalzam. E non, baba në shkoj, sa jena met me Zotin e me ty. Shka me bo thërë gjallë jem, Allah e ka falë, Allah e ka marë. Për që të fijem lazëm, e ka njëherë ko që në animane për ngronë faliminis. Mone apet faliminis për juve. Tashmo, veç jena në ambientet e brendshme shtëpisë të re, nëna Loke, nëna Gjyl, kemi ardhur të marrë me një intervistë. Nëna Loke, qysh po do këtë shtëpia? Faleminderit për Zotët e për juve mirë. Mirë, alhamdulillah. 500 tima. Allah i ka marrë, babat e tyne, ata 500 tima i ka. 4 qika një djallë. Më shkundin djep. Unë le Allah i gjështu që vetën, ata po mërzitën që tu, po do të mi që të qikët. Të qikët se po mërzite këtu. Nuk jo se unë më dritë që të... Në unë po mërzitëm po shkojnë. Ani në unë po ju qaj. Mërzite atje, hajde një këtu. Ju një mofë të Allahi. Shkat një për Zotit, Zotit e vdasht bjerë. Falimet për tyne, shkat lypshit për Allahit, Allahi e vdasht. Ju një mofë të Allahi bjerë. Kur shini për që të rrugë shpijave, për personat të Allahit, ju një mofë të Allahi. E sa thë kep t'i ndrani, qatë se vapja bëvë Zoti. Këtë e së nëzish kam ju thonë djolë jem. Për ndryshë historia e nënës Loke, nënës Gjyl, në pak prejti. Krejtve se rritë dhe fëmije tima, e na listin e donatorëve për ndërtimin e kësaj shtëpie do ta bëjmë publike në rrjetet tona sociale, na po e lona me pamjet e shtëpisë së re. Nëna Loke, inshallah gëzoni. Falimines. Inshallah mosh një prap shtëpi. Falimines. Falimines për Zotit e për juve. Zoti truj ty e ta dhosh shënetën. Me të vërtet, histori prekse njëherë sprova me djegjen e shtëpis, me humbjen e fëmijëve, tash veç me nipa të jetu. Po me gjithat, na ka prejkë rrëfimi i saj edhe këtu në studio. Sot shumë i lumtur edhe unë të pa duke marrë qelsin e shtëpisë së re, duke hap derën e shtëpisë së re. Inshallah do Zoti ju shpërblen gjithë juve që një bo sebeb për më bo edhe kjo nanë me nipat të saj me shtëpi të re. Historia radhës vjen nga komuna e Mitrovicës, ku unë isha vetë prezent dhe dhurova qelsat e shtëpisë së re të një familje po ndjekim së bashku.
Jem në Shqipëll të Mitrovicës Murat Berisha, po hen në shtëpi të re në vizitën tonë të parë. Gjendja e Muratit dhe familjes tij ishte kështu. Unë jam Murat Berisha, prej fshatit Bjolak. Jetoj këtu në Voshtri. Jam në hall me qitë djallë, e kam pa qef. Jetoj qitë banes, me qira nuk paguj, e kam edhe dokumentin që s'paguj, folë shëshnive, dashamirve, ma kanë lëshu pa pages, të sene qa pisheni këtu jenë të ati krejt. Me që djallë jam në hall, e kam pa qef, e qojnë kopsht privat, e qojnë telekopiti, e qojnë Prishtinë, ka kontrollat shpeshta, e i ka kontrollat pesa dhe ka të shtrejta, nuk po mujmë kur qysh mi arrit. Një kontrollet tina që e qojnë Prishtinë, e ka 40-60 euro. Plus një bari ti shemë që e bli një sirup, dikon 40 euro ka për 15 ditë që ata. Me një sot janë 130 euro. Ka pak punoj, një ditë punoj, 2 ditë, 3 ditë punoj, se jem pa që vëllaj dhe për nazë edhe vetë. Që ta jetoj, që të banes, të senet mija si absolut asë një, ma kanë shu qështu. Sot mëj me shty qështu. Dhe i të bëjnë e zgjede, dikun a herë. Djalli e ka diagnozën zhvillim të vënd shumë trunit. Dhe më thonë, flet, ka folë me vënes, flet shumë pak. E për atë shkak, më do të me qunë kopsht privat. Që me shti këto me stimulu me moshatar tina, po din, me shti me folë. Edhe plus e qëjtë të lekopedi, që me shti këto, nëse është agresiv pak. Me ndirë fjallë, me urtu pak, me qetësu, me kuptu senet, se kjo nuk i kuptu senet. Ti i thukë mëse, shemon që sen mëse prej kjo, pa t'ja u pe bat vetën kjo se len. është shumë agresiv. Ato seancë e që i gjdo ditë, një seancë e tina është 10 euro. Plus kopshtin që e paguj. Seancë gjdo ditë, 5 hondë i premë të i ka 5 seancë ka 10 euro, 50 euro. E kam 3 fëmijë, kam. Qikin e kam atë madhe, është në shkolla, ja. 13 vjetë, ta kam 10 vjetë, ato kam 5 vjetë. Qysh për delë një mjetë? Gjithë qysh po mundë më vallaj, ja. Falë shokëve, dashamirëve, miqasive, ta më ka pak një mojë, shtu që kam. Ka deshti me Allah, më më spravu. Se të nervëzohet, ja hen vete, ja hen për muret, më bëjt më vërë të këtë vete. Qa më bëhët është e Allah, spravan, do të mu pajtue. Deshte, ti do të kërkesa ka të shumë të. Ka qëra me pague, ka atë pëmenej kopshtin e qerdhen e lekopitin e, plus i kam atje në Prishtinë, ato të shtajten ato. Për që bëm një mëjnë tonë ka patë. Ato pak e ato pak që më votë. Unë jam Floria Berisha, fshati Bjolak, që në vështëre që të më qitë bani dhe kanë dhonë që të jetë të shamë mirë të këtit burrit, që të më gjallin qerdhen, që të psikolog, qerdhja është rejt, psikolog është rejt. Se bili qitë mujë, se ako marë si rupë njëtë, po më hoj. Me të parin kina me qua pet në kontrol. Ta është kam fillim qërshohet, e kam me qu. Që të nahe ta. Ti su janë dërprej kontrollat tash. Do të me jek, edhe me këshme dhe në fund qa po dhe. U kupton, që nuk do të me po që të sene që ta shajpo të dhe dhe. Nuk kupton, kësi kupton, pa dhe. Ma shumë ti mërzit normal dhe në pare kam këto, po një kullim me posë. Një vend panim përherë shumë, në vlo thmive bilet. Thmija
Shemot qyteti me pos mangat mikun e shkollën e tanat mi pos. Ani nani ka aq. Tonë që të në sallam plenë. Istrej me pos, tani për me unë me pija pet. Dyqysh. Ja del njeri. Po, baza kryesore, me pas mi kodëm. Aty një kësha lut, nëse ka mundësi, ma boni vend banim për 7.000. Kush ka mundësi mirë, kush ka, inshallah jem shënësh tonë. Sot unë e kam Amarin me veti. Amar, qile derën? Qile derën, shtën e qelësi? Ama derën mu, ka pëshit do, shtën e qelësin që të bak? Ake. Mirë sërtë. Mashallah, mirë shumë. E gëzosh shpijen. Falënderit shumë. Qështu do? Mirë shumë. Qa ki me thonë dy fjallë sot? Unë ku gjë tjetër s'kam, veç Allah i shpërblet gjithë, ata që kanë bo mirë, e që kanë bo mund, e gjitha. A po shenë ndryshim tjetër? Mirë shumë, gjithë shka. Shpija re. Shpija re, metalat rejat, ma mirë s'ka ku shkon. Veç e gëzosh. Falënderit shumë, ho gjinderum, falënderit për juve. Pamjet e shpis, Zoti kur mos janë hundë në Shqipël të Mitrovicës, shpija re. Zoti u shpërblet. Ju rikujtojmë shpesh herë kemi thonë që është një ndryshim i madh prej vizitës sonë të parë te vizita jonë kur shkoj me ju dhuru Çelësat. Pasha Zotin, veç ftyra, buzëqeshja, lumturia, gëzimi, hareja, në ftyrat e tyne na bën që neve të forcohemi, gjojmë motiv, mos më ndal, po veç me vazhdu me këtë aktivitet. Buzëqeshin, fëmija me zispritke a erdhen, apo vinë, edhe sa vonohen, edhe pastaj vrapojnë drejten për qafim, për me adhonë Çelësin në ta gëzofshi shpin e re, momente emocionuse, momente lutjeje, që besoj edhe shumë shpresoj që këto lutje shpojmë 7 qejt edhe pranohen të lumi Zot për ju edhe për ne, Zotri për mësë humë. E tani, historia radhës, tafim ka qenë në komunën e Vushtrisë. Na kanë folë për një familje që është në gjendje të rënë. Po sa gjendje rënë, po mësojmë bashkë nga historia që ka përgadit stafi për këtë familje. Unë për shkolle, në kurte të tjellë. Po valloj, që ta ka pak ndihma, po në dhomë, po balë njësë, që përshellë dhe të dhamë të kam. S'kem ku me nejtë, s'kem ku me plejtë. Balë njësë Allah, ujë për pikë, edhe që sociolin e ka. Që atëve që që nuk e dalën tina, e që si janë që shprejë, kjo me më rritë të këtë. Aso s'ke. Në ku ka zhu se edhe bani së ndot mi pagu, që mësë mi pagu na qesin be këtu, s'keni ka shkojnë, zgjedhja s'keni tjetër zgjedhja, ja do të mi pagu, shumë javë... Do të me pagu e rribën, do të me pagu e ujë, do të me pagu e tatimin. Allah, në qëtë kushte që i kena na, s'mu i më bëllë kur gjofet, për momentin ju, po të kalzojmë në sjallë, unë po duhet me lo qatë s'po më bëj bollë. Jo rrymja, uja, diçka e sanë, vëlloj, s'po bëjmë bollë, kur gjofe. S'po bëjmë bollë këty në sanë. Jo banesa që vëlloj, kur këmë po anina ka pikë si alicë, kur im qovë në merë. Që sa vjetë që shtë të pikë.
A djali I madh beli nu më ka flajt ashu s'mu, veç të mjeku, që në statë. Që të kushtet dhe të antarë vëllohe, qysh po mujnë. Qysh po mujnë, qysh po këmë. Po mujnë më balë kësë mu që shto, të shpeshen e... Mua shkije të më kanë rejnë. E mbile pranën merë o kanë. S'ki që në lojën që të kushte me që të nasë së me bojnë balë kur gjofet. Kur gjofet së me bojnë balë kur gjofet. Shpesh e vetë që shë balë. Krejt o të shau. Që atje pek edhe atje, mish paret edhe atje sëbëm që më zet heq. Nuj flejke që a djoli, mam ka flejt nuj, pa shalojnë, një ka është keq, uj për fundë e djoli për uj të më flejt. Ta shu s'mu, të efte mije, ku që është e tjetëri, s'po mi bo veç I loqe, këj me I loqe, shtypjes, s'ki, zgjedhje kërka, valoj, s'po di, shola veç një më zëtina, një madhëm, edhe ju shola, kosht në një mëftë, I shola e shvërdet zëti me tanat mila. Në në një mu, pës mundësie. Që atë ki mundësi, s'pa thamë në kërgjë, se në ashtë ta ki në ma shumë, pa na jena në gjendje shumë keqë. Mësit në vëllohet, se kërë shatë minuje, te mjekë, ka I lasë të I kilo që të I mare, që shajnë, ma për zlatë, mëra heqë mësë me pasë me hangër jetë që ka. Veç me pasë njërin, që shto që shme I na. Që shim dime kështo nuk e din. Nuk e din që shim atë që shdolëm. Ba që sa vjetë që marrë shto. Jena së mëj po më balë, kur që. Po po më balë, me ta dhe me ta, palim nejrës e pe ty në. Po nga dhomë ta në atë mira, po gjenja që është që kje, bas me më shtejina. Sholla, kush në një mëftë, sholla e shpërdet zëti mësë njëre, mësë mushte. Se na jena në gjendje këmë keq, ka kohë më dole këmë po si alitë se në ujë në merë, pa shalon të notës këmë flejtë, në shpesoni në shma. Në merë. Unë se nënë, se thmi me jetë me I po në ujë ma keq s'kesh. Meresh, se më që gjithë ujë të fshi, mo tash edhe hinë edhe ujtë për zidje, thëshme po hejnë në sëbë, merë ujtë të këtej që to, dhe në reqë në zida të heke, për në zed e ka. Të merë, veç na me në reqën, pa një njerës pa ma petë, pejnartje, pa e di starosa, për një pas nalët. Pamje me të vërtet prekse, 8 antarë që aty jetojnë, me që ato kushte, përveç kushteve që I pam nga kjo storje, krye familjari psikikisht I smur. Megjithatë është avniju krye familjari, që na e kemi thirrë, kemi ftu sot në emision e ka ardhë. Mirë se keni ardhë. Mirë se ju këmë gjetë. Qysh jeni? Mirë. Emri juj? Sheriban Pushkollë. Sheriban Pushkollë. Ju? Bukurie Pushkollë. Vajza. Po. Vajza e madhe. Sheriban, ju kanë vizitu, edhe na I pam do pam, qysh jeni të jetu? Fëlloj, s'di qysh me tanë, kushtë të matë liga, nuk e di qysh. Pika, vloga, mëktet, mija që ashtu, në për mjek, në për
Gjendje ma keq që s'di ku. Apo më kallëzën qysh jetoni njëherë? Por me jetu e për me hongër me pi nuk po hiekun shumë keq. As për të kur gjë vetë sa që e panis më hangër. Së më japën smun, për mjek, atë gjendjen e tina në gjenit, edhe kini po, ajo është të fështojës. Jo bukën e mërë në kuzhinë aty të Po, në kuzhinë e morëm, falenderit sërëm për juve, e për në të plitje, e për krejt, shumë falenderit për që të stanë, veç që e banis, shumë keq. Qësa ku jetën në qatë banis? Dhe e pe që e mordë, zdi me të qarkë, që sa vjetë që e mordë që ashtu. Njërës spekeve që apet, njëjtë. 6 fëmijë keni? Je ma madhja? Apo në nëjësën që me qka merë është a shkën shkollë? Jo, në shkollë shkaj, po nëjë pastru, se shtë sa minimum pak familjes. Apo mund është me unë gjithë dorën në familjes? Po. Sa për kitë fështirë me jetu në qëto kushtet qëtë? Që bërbalë për kemë fështirë. Vajza ma madhe është pisa? Po. Burri? Burri të janë e ka shumë dërtik. E ka shumë shtirë, e ka që është i smut për e nërë ma. Për e smut e qështë. Apo më në mi asiguru i lachet? Po me i lachet që atë që i meni me i lachet, dohan, që të si dalë. E tjetër qëfar të hyra keni? Kjo po më ndo ka me punu me unë gjithë dorën Po pak? kjo, po që atë banes që kena qatë farë. E keni bërë që ashtu, e pagun ka pak, që shkej mundësi. Qëty me të mori i dore më bërë, qëtë ka pak. Fëmija ma i vogël sa është? Ti e i vogël? 13 vjetë i ka i ma i vogël. 13 vjetë. E ju sa vjetë i keni? 27 i ka. 27. A ja u ka lecu kuzhina punë të pak, aty me marë bukën e mërë një të gashme për krejtë? Bukën e gashme, morëm falenderit shumë për ju. Për të pritje, në të shumë që ka vishtyri. Për shka keni arë sot, për shka keni nevoj? Ju banesa koka e juja? Po, po qatë, edhe që e pikë në myty, dhe të pikë e lash. Shumë, edhe ma s'keqin që në tela po pikë. Tela të rrimës? Që e më s'kestu, dhe s'tajnë në nuk po më shku pasha zote. Edhe ajë që ashtu gjendjen e ka shumë keq, smut. Edhe pika që ma s'keqin nuk po kuzoj me ilonë fëmi me shku. Edhe që ku e Mitrovic nuk po më shku. Veç hauku që ata që nuk po më ilonë që në gjendje fëmi. Se s'me të raj, se s'me thonë. Në gjendje shumë keq. Kështu, a ju një mënë e kusht tjetër, a ju bjenë e sen? Me në animu, por që të sene që jena, a muve që ke banes, merë. Që kena merë. Por me hongre, me pi, por që të tira sene, s'po hiekëm sa që ke banes. Na e kemë përfasusin tonë është Halil Junuzi në Voshtri. Halili në ka folë për këtë familje, në ka të regu historinë e saj. Në ka thonë që e marrin ushqimin në kuzhinën tonë në Voshtri. Pra me kërkesë të Halilit ka shku stafi jonë dhe ka vizitu këtë familje. Në banesën do të rinovojmë krejt komplet. E të mira, mirësha për krejt, poplën kush ka në në muftë. Kana me boat banes si me kone re. Falenderit shumë për teje, për tonë verë, kush në në muftë, Allah i shpërlit. Ama ju më në premtu se keni minajt gati pak banesës mësë në. Po, ne më zoti sholla veç po të mirë. Bukën për mërë në kuzhinë, banesa për jo rinovohet, e na her pas her këna me armi ju vizitu me këshyrë që shi keni punët. Falenderit shumë për ju, Allah i shpërleft. Amen. Ju kry halli
i banesës edhe kësaj familje. Do Zoti inshallah nuk keni më sprova tjera, shërim për bashkëshortin, lehtësim, veç po lehtësohet tash banesa, po jo rinovohet. Ti po punon inshallah të bëj Zoti më ngjit ti dorën dikujt tjetër. Inshallah. Ky është emisioni kësaj nate. Me pamjet e të dhënave bankare të shoqatës sonë këtu në Kosovë dhe jashtë saj, na ju thomi natën e mirë e Zoti kur mos ju humb, shihemi të premten e ardhshme. Zoti